Takimi i kryeministrit Edi Rama me banorët e prekur nga projekti TID i riabilitimit të qendrës historike në Durrës është shoqëruar me tensione të vazhdueshme nga ana e banorëve, të cilët kundërshtojnë kategorikisht zbatimin e këtij projekti. Në pamjet e siguruara, në këtë takim është regjistruar edhe një incident ku një qytetar i është drejtuar kryeministrit me fjalët "shko se po të pret gysi". Menjëherë pas këtij veprimi, policia ka ndërhyrë duke e paralajmëruar që të mos përdor gjuhë të papërshtatshme, ndërsa pak minuta më vonë ka ndërhyrë duke arrestuar. Në pamje, nuk evidentohet asnjë akt dhune apo rrezik fizik nga ana e tij, ndërsa ndalimi duket të vijë vetëm pas komunikimit verbal. Situata tensionohet më tej kur banorët e prekur nga projekti reagojnë me thirrje kundërshtuese, ndërsa policia ka shoqëruar edhe disa të tjerë për shkak të përshkallëzimit të situatës. Ashtu si e raportuam më parë, gjatë shoqërimit ka ndërhyrë edhe deputeti i Partisë Demokratike Igli Cara, i cili, sipas pamjeve, shtyhet nga efektivët e policisë teksa përpiqet që të dalë në mbrojtje të qytetarëve.